dy ekipe më të mira në këtë kampionat, me rezultatet më të mira, një ekip që ka yllin e botës Mesin, kurse ekipi tjetër që ka yllin në ardhje Lamine Yamal. Këto janë fotografit që po i shohin këtu përpara dhe kjo ndeshje do të jetë ndeshje me plot taktizime. Spanja, gjithsesi Argentina si kampion aktual i botës do të ketë përballë Spanjën. Argentina me shumë motiv, kurse Spanja me shumë taktik. Nëse më pyetni prognozën, unë jap përparësi gjithmonë taktizimeve dhe ai që ka taktik më të mirë gjithmonë ai fiton. Nuk fiton ai që ka futbollist më të mirë. Po t'ishte ashtu, Franca do t'ishte kampion i botës. Edhe Anglia po ashtu do t'jetë finaliste së bashku me Spanjën në sajt të cilësisë që kanë. Por në sajt të taktizimeve që i bën Spanja, është aty ku është, edhe sot përparësi po i jap, por ata që luajn prognoz nëse luan dikush online, mos luni se unë nuk ja qilloj. Kështu që ose luni të kundërtën. Sido që tjetë, Genta është për prognoza, kurse unë e Ismeti jemi për analiza ma Po na e thuaj një parashikim. Një parashikim, unë parashikoj Spanja me